E rënd, 50 vjeçaria gjendet e vdekur në banesë bashkëshorti mbyt veten në liqen. Një ngjarje tronditëse ka ndodhur në provincën e Torinos, ku një grua është gjetur pa jetë në një apartament në qytetin e Rivalta. Sipas hetimeve paraprake të karabinierëve, dyshohet se bëhet fjala për një rast të vetvrasjeje. Trupi i gruas 50 vjeç u gjet në katin e dytë të një ndërtese, me shenja që sugjerojnë se ajo mund të jetë vrarë gjatë natës nga bashkëshorti i saj. Autoritetet u thirrën në vend ngjarje nga banorët e zonës të shqetësuar për mungesën e kontakteve me çiftin. Pak orë më vonë, buri i saj u gjeti mbytur në ujërat e liqenit Grande di Avigliana, pranë zonës së Skelave, duke përforcuar dyshimet se pas vrasjes ai ka dhënë fund jetës së tij. Karabinierët po vazhdojnë hetimet për të zbardhur plotësisht motivet edhe rrethanat e ngjarjes, ndërkohë që komuniteti lokal është tronditur nga ky rast i rënd i dhunës në familje.